Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në programin Familja 7, 24 vite Radio 7, një zë shprese që vazhdon. Për 24 vite me radhë, kjo radio ka qenë pranë dëgjuesve me mesazhe shprese, besimi dhe inkurajimi. Një zë që ka hyrë në familjet tona, në zemra njerëzish, duke sjellë dritë dhe shpresë në çdo kohë. Sonte ne kujtojmë rrugtimin, sfidat, bekimet dhe ndikimin që Radio 7 ka pasur ndër vite, ndërsa vazhdojmë të shohim përpara me vizione dhe mirënjohje. Jemi me Jona Viso, drejtore programacioni në Media 7. Mirë se erdhe, Jona. Përshëndetje Nila, mirë se u gjeta. Kënaqësi Jona, kënaqësi të flasim së bashku për Radio 7, ka të qenë një udhëtim i gjatë, ti je rritur me Radio 7, ke nisur me Radio 7, vijon, si kujton fillimet e para në Radio 7? Është gjithmonë emocionuese të flasësh për fillimet e radios, sepse bashkë me rrugtimin e saj ti kujton edhe rrugtimin tënd personal, por jo vetëm personal, atë të një shërbese që vazhdon, edhe 24 vjet është një kohë relativisht e gjatë, por që duket sikur ka kaluar sa hape mbyll syt. Por që në momentin që patjetër kur kujtoj fillimet, ja filloj nga vetja, kujtoj veten time në adoleshencë, edhe nga pjesa tjetër e stafit themeluesit e saj, të rinj, me pasion për Zotin, edhe me dëshirë për të shërbyer atij. Kujtoj vitet e lutjeve të gjata për të marrë një vizion të qartë nga Zoti, për të parë dyer të hapura. Domethënë, të gjitha këto janë në memorien time dhe janë rrënjosur sepse përpara se Radio 7 ekzistonte dhe unë e them shpesh këtë gjë, ishin vetëm disa persona që luteshin. Pra praktikisht nuk ishte asgjë tjetër. Por që ishte një Zot i mirë edhe besnik, që me të vërtet ju përgjigj këtyre lutjeve. Dhe në fillimisht më kujtohet që ishte thjesht një dhomë me zbrazët, ku takoheshin disa të rinj të apasionuar për të lutur. Por pastaj o dhomë u mbush me pajisje transmetimi, me kompjutera, me pajisje të tjera, dhe gjërat, pastaj muzika, këto gjërat e tjera, këto ishin gjëra shumë vogla. Dhe në 2002 nisi, ishte, si kujton ditën e sinjalit të parë të Radio 7-s? Ka qenë shumë emocionuese, sepse gjatë gjithë asaj periudhe ka pas teknik. Në studio, ju e dini që merren me kabujt, me gjërat e tjera, gjitha përpjekje e madhe për të çuar transmetimin në sinjalin, në malin e Dajtit, dhe në mënyrë që pastaj të mund të dëgjohej çfarë po ndodhte nga studio jonë e vogël. Ka qenë një gëzim i papar. Edhe më kujtohet që mua më thanë ato momente, futu të flasësh diçka, ke parasysh se po bëjmë to testime që të futemi, po që ta shikojmë, apo dalim vërtet në transmetim. Ti hyrë në transmetim? Po, kam hyrë në transmetim dhe ka qenë diçka shumë emocionuese dhe shumë e veçantë për mua. E mban mend se çfarë the atë ditë? Me siguri kam prezantuar një këngë. Nuk e di tani se cila këngë ishte, por që ka qenë emocion dhe vetë fakti që ne kemi qenë të rrethuar nga një sër njerëzish të tjerë që e prisnin gjithashtu me plot emocion fillimin e radios. Po ndërkohë ja dhe Jona është në një foto në ekran. Po, kjo është një foto diku nga viti 2006, kur unë bëja programin Krash në radio që ka filluar që në fillimet fare. Ka qenë një program shumë i pëlqyer nga të rinjtë dhe një promotor për muzikën e ret krishterë. Po, Radio 7 nisi me një vizion të madh, mund të ndash diçka me ne, megjithatë sot ti përfaqëson dhe pjesën tjetër të Radio 7. Përfaqëson Enkeleda Kumarakun, vizioni i të cilës shkoi shumë larg. Gjithmonë dëshira ka qenë që të arrijm popullin shqiptar kudo ku ata ndodhen me ungjillin. Të çojmë ungjillin në çdo familje shqiptare përmes radios, dhe për këtë arsye Enkeleda edhe stafi të gjithë kanë punuar shumë fort që sinjali të shkonte sa më larg. Ne filluam me një studio në Tiranë dhe fillimisht sinjali ishte vetëm në Tiranë, por pastaj u bë e mundur që ndërsa ne rriteshim programet dhe gjërat e tjera që ishin pjesë e programacionit gjithashtu shtoheshin dita ditës, të mund të zgjeronim gjithashtu sinjalin. Pastaj sinjali u zgjerua në qytetin e Durrësit, në Elbasan, në Lushnjë, në Fier. Në Shkodër. Pastaj patëm mundësinë që të kishim radio lokale.
në Shkodër edhe në Gjirokastër, e gjitha pikërisht për të arritur popullin shqiptar. Dhe kur përmendim folën për mesazhin shqip, vite më vonë pastaj ne filluam transmetimet edhe në Kosovë, pikërisht me dëshirën që mesazhi i Ungjillit të shkojë kudo ku flitet shqip. Dhe unë e kam parë vit pas viti se si ky vizion është rritur, se si numri i njerëzve që marrin mesazhin e Ungjillit edhe dëgjojnë Biblën çdo ditë është akoma edhe më i madh. Dëgjojnë muzikën frymëzuese, programet inkurajuese, programet e drejtë për drejta, gjitha gjërat e tjera. Po, ndërkohë Jona u deshën pak vite që të ndërtojë, të ngrihej ndërtesa e re e Radio 7, aktualisht ku sot edhe është Radio 7. Si i kujton ato kohë, ndërsa regjia na ndihmon me fotot ku ndërtimet sapo kishin nisur? Në fakt, janë momente historike shumë bukura. Ne i kishim qenë me qëra për disa vite në Tiranë, por e pam që për të përmbushur gjithë thirrjen edhe qëllimin që Perëndia na kishte vënë në zemër, ishte domosdoshme që të kishim godinën tonë. Dhe këtu janë vendosur themelet e Radio 7 në vitet 2006-2007, kur punohej për ndërtesën e re, ku ne jemi aktualisht. Ka qenë bekim mënyra se si ndërtesa u sigurua, se si puna u bë, edhe ne kaluam në një ndërtesë që ishte dy fishë asaj që kishim pritur për punën që do të bënim. Edhe pak e kishim menduar në ato vite se do të na shërbente për shumë më shumë gjëra të tjera, domethënë për gjatë viteve. Por që unë mbaj mend numrin e madh të dëgjuesve që na kanë ardhur të na ndihmonin Enela për të pastruar xhamat. Ka shumë kishte edhe vullnetarë. Edhe kishte shumë vullnetarë nga kisha, të cilët kanë ardhur në atë kohë dhe i kanë përgati zyrat që ne kemi tani edhe studiot në mënyrë që ne të mund të fillonim punën. Edhe më njëherë pa humbur kohë sapo ndërtesa përfundoi, më kujtohet që ishte viti 2008 kur ndodhi edhe shpërthimi në Gërdec, ndërsa stafi jon ndihmonte në Gërdec te Kavaleshenca ku ishin fëmijët edhe familjet me këshillim post-traumatik për gjërat që ata kishin kaluar, me ndihmë për fëmijët, për pjesën e shkollimit dhe gjërat e tjera, përgatiteshin për të hyrë në studiot e reja. Dhe gjatë atij viti ndodhi gjithashtu që ndërsa, domethënë kishte punë nga të dy anët, transmetimi vazhdonte, shërbesa me njerëzit që kishin nevojë vazhdonte dhe ndërkohë edhe ndërtesa e re vazhdonte. Patjetër që ishte një bekim shumë i madh, një emocion i madh kur ti hyn në një ndërtesë të re që të jep mundësinë më pas që të mund të vazhdosh të përçosh Ungjillin, edhe pse jo të arrisësh të shërbes më shumë se sa thjesht në një transmetim radiofonik. Po, Radio 7 ndërkohë ndër vite filloi që të rritej, të pasuroj me staf, kanë qenë kryesisht të rinj, pati një shtim të programeve në gjuhën shqipe. Po, kemi pasur një sër programe që kanë qenë programe transmetimi live, shoqërimi mirë për dëgjuesit, dhe ka qenë periudha, po themi, unë po e quaj kohën e artë të radios, ku të gjithë kudo dëgjojë radio dhe ishte tetë e preferuar. Nga ana tjetër, ne kemi parë një sër dëgjuesish që dëshironin Radio 7 për muzikën, për faktin që mesazhet që fliteshin gjatë ditës ishin mesazhe inkurajuese, mesazhe pozitive për ditën e tyre, dhe e zgjedhin posaçërisht ta dëgjonin pikërisht për këto arsye. Dhe prandaj ne jemi përgjigjur kësaj nevoje, duke udhëruar më shumë programe dhe duke pasur mundësinë për të pasur intervista, më shumë hapësira për të ftuarit apo edhe për dëgjuesit në transmetimet tona. Ka pasur Jona ndonjë moment apo histori që të ka prekur veçanërisht? Mendoj që janë të shumta historitë, por po ndalem tek njëra prej tyre, ndërsa një nga folësit në radio ishte duke dhënë mesazhin e shpëtimit, edhe duke treguar një mesazh se si Perëndia të do, edhe ka shpresë për ty edhe për jetën tënde. Ne marrim një telefonat faktikisht, edhe ishte një vajzë e re që telefonon duke qartë, e prekur nga mesazhi, duke treguar që faktikisht ajo donte që të kryente vetvrasje, por ishte ky mesazh që jeta jote ka vlerë dhe jeta jote është e rëndësishme, që e kishte smbrapsur dhe e kishte prekur thellësisht zemrën e saj. Ajo që mua më ka prekur nuk ishte vetëm fakti që ishte një person që na merr dhe ajo e kishte penguar, pra nuk e kishte marrë më atë veprim, sepse kishte marrë një mesazh tjetër,
por edhe si çfarë ndodhi më pas me këtë vajzë. Ne e takuam, stafi ynë e lidhi me kishën lokale në zonën e saj, kisha lokale u ndonjë shumë afër për të kaluar këtë periudhë. Ajo pranoi Zotin, shkonte rregullisht në kishë, gjithë familja e saj e pranoi Perëndin. U zhvendosën nga vendi ku ishin në një qytet tjetër, dhe kjo është diçka që ka ndodhur për gjatë viteve, nuk është diçka që ndodhi sot për nesër. Dhe aty ku shkuan, pastaj edhe kisha aty luajti një rol shumë të rëndësishëm, dhe ata sot familjarisht i shërbejnë Zotit. Më thënë, është një nga ato historitë që ti shikon se si Perëndia mund të sjelli bukurinë nga hiri, edhe pikërisht aty ku duket se çdo gjë ka vdekur, Perëndia mund të restaurojë çdo gjë, edhe ti përdor njerëzit për të ndihmuar të tjerët. Po, kjo është vetëm një histori, vetëm një dëshmi, por në fakt është fakt që sa shumë dëshmi dhe sa shumë zemra ka prekur Radio 7 në këto 24 vite, besoj janë me qindra, janë të panumërta rastet dhe ndikimi që ka patur personalisht në jetën e shumë njerëzve. Po, janë të shumta dëshmit që na marrim, dëshmit e shpëtimit, kur personat kanë njohur Jezusin dhe kanë pranuar atë si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre. Mrekullit të shumta, mënyra se si njerëzit e kanë jetuar ungjillin, se si janë rritur dhe inkurajuar në besimin e tyre, se si kanë marrë një përkushtim të ri për ta ndjekur Zotin, për të lexuar Biblën, për të thelluar në fjalën e Perëndisë. Të gjitha këto janë vetëm gjëra që vetëm Zoti mund t'i bëjë, edhe mënyra se si ai vepron. Çfarë beson dhe mendon se e ka bërë Radio 7 të vazhdojë kaq gjatë? Unë besoj pa tjetër që i pari është Perëndia. Do me thënë, askush nga ne nuk do t'ishte këtu, po të mos ishte Perëndia. Përkushtimi ka qenë i jashtëzakonshëm, përkushtimi për ta vazhduar, dhe jo thjesht për ta vazhduar, por për ta çuar në një nivel të ri. Gjithmonë Enkeleta ka qenë persone që ka thënë çfarë do bëjmë tjetër. Dhe ne kemi qenë ndër të parët që kemi pasur mundësinë të kemi transmetimet e radios online, në një kohë kur radio ishte vetëm FM. Pastaj ju dha mundësinë shumë shpejt dëgjuesve tanë ta dëgjonin radion online kudo ku ishin. Edhe menjëherë shumica e atyre shqiptarëve që na dëgjonin në radio ndërsa ishin në Shqipëri, që kishin vajtur në emigracion, vazhdonin na dëgjonin online aty ku ishin në Europë apo në vendet e tjera të botës. Për shumë gjëra, do me thënë, gjithmonë ka qenë përkushtimi dhe dëshira për të arritur më shumë, për të bërë më shumë, edhe për ta çuar këtë mesazh te sa më shumë njerëz. Po, dhe ju në fakt keni kaluar dhe kufit e Shqipërisë, keni prekur zemra njerëzish në diasporë, në vende të ndryshme duke u ndjekur online, kanë qenë të shumta reagimet e tyre, besoj. Po, kanë qenë të shumta sepse shumë thonë që ju jeni ajo dritarja e lidhjes që ne kemi me Shqipërinë, me familjen tonë, me kishën tonë. Kur e dëgjoj Biblën në Radio 7, më duket sikur jam në kishën time, ose kur dëgjoj këtë këngët shqip që ju jepni në radio, më duket akoma sikur jam në Shqipëri, më kujtohet ajo rruga e mëngjesit që bëja për në shkollë, edhe domethënë mesazhet e tilla që i jep shqiptarëve që janë tashmë jashtë shtetit atë afërsinë, po themi, me vendin mam. Po. Kujtoj ndërsa po flasim kur Radio 7 festoi 20 vjetorin dhe unë pata mundësinë që të jem në terren dhe të takoj nga afër shumë njerëz që ishin besnik dhe dëgjues të radios ndër vite, dhe njëri si në ato vite dhe vazhdon ende është Radio 7 në një radio fizike, ku ata mbanin gjithnjë me vete, edhe kur flinin, edhe poshtë jastekut, ka pasur një ndikim shumë të madh. Kishin mundësi ta merrin me vete kudo ta dëgjonin. Këto kanë qenë në radiot me bateri diellore, edhe janë shpërndar shumë herët, janë shpërndar që nga fillimet e Radio 7 në vitin 2002, dhe ne nuk e di se sa kërkesa merrnim për këto radio, sepse shumica i pëlqenin, nga që atëherë nuk kishte pajisjet e telefonit edhe gjërat e tjera që e bën më vonë më të thjeshtë që ta dëgjoje radion apo muzikën që ti dëshiroje. Por ishin këto radiot e vogla me bateri diellore që kanë arritur shumë barinj nëpër male. Edhe shumë deri aty ka persona, shkuar sinjali. Po, edhe shumë persona që për ndryshe nuk do ta kishin dëgjuar radion. Për të mos folur unë për Menda Barinj, po për ata që nuk kanë mundësi që të shikojnë. Domethënë ka qenë një burim i jashtëzakonshëm
për të arritur tek njerëzit. Dhe ne jemi shumë të gëzuar që kemi pasur mundësinë që ta ofronim këtë pajisje falas për gjatë viteve dhe e vërtet sikur të tjerë përmendë kemi marrë shumë dëshmi. Jetë të ndryshuara. Kujtoj edhe disa dëgjues që në kohën e pandemisë deklaruan që Radio 7 u bë për ne një kish në pamundësi për të dalë, ndërsa ishin të mbyllur në kohën e pandemisë, dëgjonin vazhdimisht mesazhet e shpresës në Radio 7. Ishte vërtet sepse në atë kohë duke sikur çdo gjë do të vazhdonte ashtu, do të ishim të mbyllur. Dhe unë kam parë që në atë kohë ka pas një interes të jashtëzakonshëm për tema si frika, shqetësimi, domethënë pikërisht ajo pasiguria që lidhe me pandeminë në atyre viteve, ka qenë diçka që i ka bërë njerëzit bashk. Edhe jo vetëm Radio 7-ën, por edhe TV7-ën në ato kohë, pikërisht për mesazhet e shpresës që ju keni qenë duke përcjell, domethënë gjithë së bashku kemi qenë duke përcjell, ka qenë tamam një burim shprese për dëgjuesit edhe shikuesit. Cilat kanë qenë disa nga sfidat ndër vite? Sepse gjithmonë ata që dëgjojnë radion marrin atë që ka nevojë, por gjithmonë përpas skenat kanë sfida. Për të shkuar deri aty duhet punë. Patjetër. Domethënë një rrugtim i tillë nuk është pa sfida, kushdo që ka punuar edhe vazhdon të punojë me ne di që janë të shumta pengesat që ndonjëherë ndodhin aty edhe pa i pritur dhe i paparashikuar, totalisht pengesa në transmetim, prishje pajisjesh, domethënë ndërprerje sinjali, ti je duke bërë diçka shumë të rëndësishme, po pa pritur ndërpritet sinjali, ndodh një ndërprerje energjie. Domethënë ne për gjatë këtyre 24 viteve kemi arritur të kuptojmë se çfarë mund të na ndodh. Në kuptimin që kur jepet mesazhi. Unë mora sfida teknike, por patjetër që ka pasur edhe sfida të tjera, momente të vështira, secili prej nesh jemi njerëz me dobësitë tona, lodhje, të gjitha natyrës, mendoj si në çdo lloj puna apo profesioni tjetër. Por prap ka qenë, unë gjithmonë i kujtoja vetes misionin, që jemi këtu për të ndarë ungjillin, që jemi këtu për t'i treguar të tjerëve për Zotin edhe për dashurinë e tij, edhe në kohë sfidash. Ky është qëllimi, ky është vizioni. Dhe radio në fakt e ka përmbushur shumë mirë qëllimin e Radio 7. Ka shpërndarë ungjillin, ka bërë një punë të jashtëzakonshme, që ndoshta ne nuk e masim dot me llogaritë dhe shifrat tona. Gjatë gjithë kësaj kohe qartësisht, a keni mundur ta shikoni dorën e Zotit në gjithë këto vite në këtë shërbes? Patjetër. Ne themi ndonjëherë që vetëm në qiell do të mësojmë se cili ka qenë ndikimi që kemi pasur për gjatë këtyre viteve. Por që unë, sikurse e përmenda edhe pak më përpara, që nëse unë mund ta kthej kokën pas, them që ka qenë vetëm Perëndia, ai që ka bërë gjërat në mënyrë të jashtëzakonshme dhe që ka bërë më shumë se sa kemi pritur apo kemi imagjinuar. Kështu që absolutisht kur e mendoj, them Zoti ka gjëra të mëdha, sepse është Perëndi që është madhështor dhe bën gjëra të mrekullueshme. Radio 7 zëri pozitiv i shqiptarëve. Në këtë kohë ku kemi kaq shumë zëra negativ, do thoja, lajme pafund, informacion të shtuar, beson se shqiptarët kanë ende nevojë për një zë shprese siç Radio 7 është? Mendoj që kanë akoma më shumë nevojë. Tani përveç zërave negativ, ka edhe shumë zëra që janë falso. Ka edhe shumë zëra që nuk thonë të vërtetën. Kështu që jemi në një kohë që kemi nevojë për shumë dallim, por që kemi nevojë akoma për më shumë për të ndarë mesazhin e vërtet, për të ndarë të vërtetat që Bibla thot, atë që fjala e Perëndis thot, në çdo transmetim dhe për çdo fushë të jetës. Duke qenë se ka urtësi në Bibël për çdo fushë të jetës, atëherë sigurisht që ka vend për fjalën e Perëndis në çdo moment që të na ndryshojë. Edhe në kohë si kjo e sotshmja, ku ka shumë gënjeshtra, pa diskutim që ka nevojë për të vërtetën e fjalës Perëndis. Edhe ky është synimi i programeve që ne transmetojmë aktualisht, edhe i asaj që duam të bëjmë edhe në të ardhmen. Të qëndrojmë të vërtet ndaj asaj që Bibla thot. Jona na trego pak për programacionin aktual të Radio 7. Çfarë mund të dëgjojnë
dëgjuesit? Tani, me kalimin e viteve, mënyra se si njerëzit po i përqasen radios ka ndryshuar. Është më e zakonshme që ti ta dëgjosh radio në një aplikacion, të mund të dëgjosh programet që ti dëshiron kur ti dëshiron. Kështu që ne jemi duke punuar në këtë drejtim për të patur një aplikacion që do t'i mundsoj dëgjuesit të dëgjojnë çfarë të duan, kur të duan, për sa kohë që të duan. Momentalisht në transmetim ne kemi vazhdimisht përmbajtje të shkurtra, inkurajimi për dëgjuesit, për t'ju përafruar pak a shumë edhe faktit që dëgjueshmëria nuk është më siç ka qenë kur flas për dëgjimin e programeve të gjata. Nëse dikush do të qëndronte pranë radios gjithë ditën, me siguri kjo gjë nuk ndodh tani. Pa diskutim ne kemi ende dëgjues që na dëgjojnë nga mëngjesi deri në darkë, lënë radio në sfond, po ndërkohë gjatë kësaj kohe ata janë duke bërë shumë gjëra tjera, por janë duke dëgjuar aty. Pra jemi duke bërë gjithë të përshtatjen për të qëndruar me atë çfarë është më koherente dhe më bashkëkohore. Por pa diskutim, kjo shoqërohet me muzikën e mirë, me programet inkurajuese, me dëshmit nga jeta reale, me gjërat që janë duke ndodhur në komunitetin tonë, dhe mesazhet pozitive. Po, dhe edicionet informative të lajmeve në transmetim. Po, edhe edicionet informative që unë nuk i përmenda, por që kanë pa diskutim një vend të rëndësishëm për të informuar dëgjuesit e radios. Pra, Radio 7 mund të dëgjohet si aplikacion, shkarkohet nga App Store? Gjithmonë, domethënë ne filluam transmetimet në FM, po sikurse e përmenda, dëshira ka qenë që të mund të jemi aty ku njerëzit janë. Kështu që është mundësia për ta dëgjuar online përmes faqes tonë të internetit në radio7.net, për të shkarkuar aplikacionin e Radio 7 në telefona celular dhe për ta dëgjuar në Shqipëri apo jashtë saj kudo ku ndodhesh. Dhe frekuenca e Tiranës 97.7. Po, 97.7. Si e shihni të ardhmen në Radio 7? Unë besoj që Zoti ka gjëra të mrekullueshme. Sepse mendoj që ungjilli do t'jap fryt në jetët e njerëzve që do të dëgjojnë atë, edhe pikërisht sikurse e përmendëm që jemi në një kohë që ka shumë gjëra të pavërteta, edhe ka shumë lajme të rreme që na dalin në feed, domethënë her pas here. Besoj që përkushtimi që Radio 7 ka për të thënë të vërtetën, për ta shpallur pa kompromis, do të vazhdoj. Edhe jam e sigurt që Perëndia do ta udhëheqë, do ta drejtojë në mënyrën e duhur në çdo moment. Cili do t'ishte, Jona, një mesazh drejtuar të gjithë atyre dëgjuesve që kanë qenë besnik ndër vite me ju? Pa diskutim që ne jemi shumë falenderues për ta. Jemi mirënjohës për kushtimin që ata kanë, për inkurajimin që na ka dhënë ne. Vërtet radio ka qenë një inkurajim për ta, por ne kemi marrë kaq shumë duke dëgjuar prej tyre për programet që ata pëlqejnë, edhe dini që ndonjëherë ata mbajnë mend detaje nga jeta jonë që ne mund t'i kemi ndarë në transmetim, por i kemi harruar. Kanë qenë pjesë e rrugtimit tonë, edhe me siguri që radio ka qenë pjesë e rrugtimit të tyre në besim, mënyrën se si e kanë ndërtuar jetën në Tiranë, në qytete apo në rrethet të tjera. Ne sot ndoshta për shkak të kohës nuk prekim dot gjithë ato çfarë Radio 7 ka bërë, por në fakt Radio 7 ka bërë histori, ka lënë gjurmë. Rrugtimi do të vazhdojë. Çfarë uron? Unë uroj që të jetë diçka që do të jetë vetëm fillimi. Domethënë shpresoj që këto 24 vite, edhe pse kur e thu kështu 24 duket shumë, është fillimi. Po të jetë fillimi i një vepre të mrekullueshme që Perëndia do të bëjë në mes të shqiptarëve përmes medias. Lavdi Zotit, edhe unë, Jona, dua të falenderoj ty personalisht, gjithë stafin, ata që kanë punuar ndër vite, ata që janë duke punuar, ata që do të jenë të rinjt, që do të jenë pjesë e Radio 7, që kjo radio të shkojë 100 vjeç, ashtu siç edhe më kujtohen fjalët e një nëne të moshuar, besimtare krishterë, që kur dha urimin për Radio 7 sa edhe 100 Radio 7 derisa Jezusi të vijë. Amen, po, mendoj që është një urim shumë i bukur. Edhe unë jam shumë falenderuese pa diskutim për punën e të gjithëve, për punën e të gjithë stafit që punon me përkushtim për Radio 7, edhe për punën tuaj, Enela ti ke qenë pjesë e radios për vite me radhë, për programet, për zërin që i ke dhuruar, për mesazhet inkurajuese që ke çuar te dëgjuesit. Ka qenë bekim. Kështu që jashtëzakonshëm. Mendoj që Perëndia
tamam atë punë të mirë që ai ka nisur do ta çojë deri në fund. Amen, edhe unë këtë e besoj. Të falenderoj, Amen. Jona. Faleminderit. Suksese. Miq, faleminderit që keni qenë pjesë e këtij rrugtimi me Radio 7 që do t'jeni, sepse rrugtimi do të vazhdoj. Për gjatë gjithë këtyre viteve keni dhënë kontributin tuaj, duke na mbështetur, duke qëndruar me ne. Çdo dëgjues, çdo lutje, çdo mesazh, çdo mbështetje ka qenë pjesë e historisë së Radio 7. Ne besojmë se më e mira është ende përpara e ky zë shpresë do të vazhdoj të prek jetë, të prek familje, breza të tërë. Rikthehemi pas pak.